Votat u kërkojnë të gjithve e disave u ndan edhe vendet në lista. Garës për deputet me partit politike do i hyjnë edhe kandidatët që vinë nga Mërgata, të cilët në disa prej subjekteve tashmë janë konfirmuar. Republika Federale Gjermane janë dy që kanë shprej kërkesën dhe që faktikisht dhe besoj që do t'jenë në listë, po mendoj që do t'duhet vijë një nga Zvicra. Për përfaqësim më të mirë të diasporës në Partinë Demokratike të Kosovës, kujtojnë se kërkuan ndarje në zona, ku njëra do i dedikohej Mërgatës. Kam pas propozuar që t'jenë 6 deputet që mërgjimtarët i zgjedhin mërgjimtarët. Po kjo partia që po bën zhurmë më shumë ti ka qenë kundër asaj idesë. Do të lëvizë vetëvendosje. Në listën e këtij subjekti nuk do të jetë sërish Ragip Gjaka, babai i dy futbollistëve Granitit e Taulantit. Por kandidat do të jetë përsëri ish deputeti Hysen Çekaj, krahas edhe disa të tjerëve nga mërgjimi në Lidhjen Demokratike të Kosovës.